Në gjë dhe kërkonin kryetari i komunës. Në gjë dhe ma herët, domethënë. Okej. Shumë mirë, vëllë një. Patjetër shëngjimi. Te përfundoj si menim nëse më lejohet. Mirë, i kemi pra 30 nga 25 kuti, numruara që janë 28.57% të votave në Mitrovic të Jugut, tash ka dalë duke kryesuar, por jo ta kaloj 50%, zoti Arjan Tahiri 48.82, kurse i dyti zoti Faton Pesi me 47.37%. Pra 1/3 votave të numruara. Paka shumë. Vesh ka qenë ditë e bukur sot. Për tej, sepse ka dalë një numër shumë, do me thonë shumica e njerëzve që jetojnë në Kosovë që kanë drejt vote, kanë dalë me votu. Edhe 800.000 njerëz me dalë gjede komunale është rezultat shumë i madh. Shumica këta njerëz të njëjtë që kanë votu edhe me non shkurt. Apo edhe kanë ndru por ne kemi pas edhe diasporë shumë të madhe atër, tash si kemi edhe shifët ku qëndrojnë një partit politike, 2 a lejon qytetarë tonë ngre për hunsh. Edhe ajo që ka është të regu, është që këto propaganda, rritja e asistencës sociale, jo kemi me i rritë me pensione e qeveris, ka dështu. Nuk rezultoj me rezultat kur farë suksesi për qeverin e Kosovës. Do të kishim punët më kesh, sose nuk do t'i bënin këto hapa. Që ky vit i mrapsht në njerëz kalon shej. Edhe propaganda mo nuk kalon në Kosovë. Na e pam Albinin, i cili u mundu gjatë kësaj fushate me qenë pozitiv dhe i dul vetja e vetë, u bo negativ dje fushajtë në Mitrovic. A ka pasur të ndej, ju keni parë tendencë se po donë të... Ka dash, po s'munët, që me baj, nuk ta moderoj gjuhën, por në fund i doli, po thëmë. Nuk mundet, edhe du negativitet në ditë për fat keq. U qu e shajti Arjanin Mitrovic, i cili po del që Mitrovica nuk e lem bashkështu, nuk ofendohet qashli, nuk e lejon me ofendu kërkush. Edhe djem Prishtinë erdi shajti kundër kandidatët për parimin edhe uranin, e përbes që kjo mo nuk dhezën Kosovë, edhe është shumë mirë që nuk dhezën Kosovë. Dhe kjo është përshtypja e parë. E dyta, ka garë shumë asviduse se sa që është mendu në disa komuna. Për shambull, unë e kom prit që Gaz Muaxheri pejen e fiton pa baljotash, po del që nuk e fiton, edhe mendoj që ka me qenë shumë vështirë për me e fitu baljotajin. Zoti Gazmen Muaxheri ka shumë vështirë ta fitoj baljotajin. Pse ta shojnë pejen ndërsa flasim ashtu? Mundet vështirë ka me, bashkë ka me qenë vështirë ka me. S'po thom që ka me humbë, po ka me qenë shumë sfiduse edhe për te edhe për... 50% që i kutive janë numruar, pra 45.69% Zoti Gazmen Muaxheri. 27.21%. Nuk ka me qenë, nuk ka me pas letë. A që ato po e thamë, a ka shansa që në Gjakov ende Ardiani me fitu pa baljotaj, është shumë afer. 46.99%. Të shofim edhe një 3-4 kutia kur të numrohen, ma ne e marim vesh. Edhe në Prizren, dalimi mes Shaqirit edhe Artana, Shaqir Totajt edhe Artana Brashit, është maj madhë se sa që kom prit unë e njejtë. Nuk e kom prit 20% dalimin. Unë e kom prit dalim pak më... është njeri me tjetrin gati 2 fish. Po dhe, unë e kom prit që ka me pas ma... me ngusht. Po, që nuk ka me qenë 20% dalimi me stëne. Kaq, për Prishtinë, ka qenë një garë edhe një ditë shumë e qmendun, sot, kur nuk u dike kush do të hynë në baljotaj, në bastë të gjatë gjithë raportimeve kështu, gjatë gjithë ditës, në fund po del tash, qëre qëfar dalimi i vogël është mes kandidatit parë dytë, edhe dytë edhe tretë. Kjo nuk është numër i madhë, 100.000 vota, është shumë numër i vogël. Pari me dytin është dalimi shumë i vogël. Do më thonë, derin gjdo kutin Prishtinë e ka rëndësinë e vetë, edhe pa unë një gjitha kutit, unë nuk kisha me komentu Prishtinën. Në Prishtinë njeri shumë herët, pra 17.91% e kutit. 48 për 268 kutive në të numrume. Po, qashtu. Në Prishtinë zakonisht qyteti vjen pak ma vonë në numrim, po kur të vinë këto pjesë të mdoja urbane, se shofim edhe cili është dalimi mes tyne, po kalzon që është garë e ngusht, edhe të këqyrim që shkanë me usilë, i pari edhe i dyti prej ditës nesërme,
se Prishtina është A ju s'po shihni mundësi që të ndroj i dyti dhe i treti, s'mund ta